filluar. Po të hadora majte? Po. Çe që të morëm. Po është çuditshme, jo, smor, tashim ka ndryshuar stili. Po duhet me puth pra. Si duhet me puth? Kështu e ka supersticionin. Po edhe të kalosh ke flokut. Ç'a thotë? Ashtu. Ke flokut, do mball më ti. Se duhet me ditë me fitu parë. Si duket do marr këtu ke ju, në ato. Këtu çfarë na japin? Ngrihet ti morim vetë. Ato 2 milionë që më tha do më jeni. Të zonja dhe zotrinj, siç e kuptuat jemi me të madhin Erand Sojli që na ka nderuar me prezencën e vet këtu ke podcasti jonë. Erando, mirë se na erdhe. Mirë se erdhe Erand. Faleminderit juve, mirë se ju gjeta dhe jam shumë i nderuar, si thosh se jam Shkënaqësi dhe për ne. Dy artistave shumë të mëdhenj, këngëtarëve mbi gjitha. Faleminderit shumë. Edhe se gjithmonë ju kam shiju nga larg, po themi. Nga larg kuptimin që ne kemi punuar bashkë. Po, shumë vite madje. Edhe me thon drejtën jam Shkënaqësi, jam faleminderit. shumë i emocionuar që ty me ty kemi punuar, po me Renisin e kam të freskët nga mbroma edhe të komplimentoj gjerasin ta bëj publikisht për koncertin e shijova jashtëzakonisht shumë edhe faleminderit që erdhët, na respektuat bashkë me Gentin. S'kishim se me mungu që thot kat. Megjithatë, unë shef, ke parasysh. Shiko, unë jam në atë procesin tim për me bo një koncert me krijtarin time, një one man show. Po. Edhe jam në të fazën e gjetjes sallës edhe të kësaj, po me thon drejtën nga ajo kënaqësi që mora mbrëm. Kam fillu të tundohem, si thosh, sepse kishte kohë që më kishte munguar i tingulli bukur, jam plakti të shijuarit e këngës në të vërtetë, e tingullit e asaj që ofron ajo. Interesante për Erandin se nga që do të ta shijonte me çfarë folën më përpara, do të ta shijonte ashtu siç donte ai, edhe ne e kemi këtë që kur duam ta shijojmë gjë nuk duam me net në kallaballik sepse është më mirë. Unë vëmendjem, kupton, edhe kanë net vetëm gjithkohës edhe nga fillimi deri në fund. Jo, vetëm edhe ishte desha me shiu vërtet se ngaherë duam ta provojmë atë kënaqësinë që jep arti jon. Ke njerëzit. Edhe ku më mirë, unë jam dhe në atë fazën tash që po i përkushtohem me çik më shumë muzikës. Muzikës edhe ku më mirë se vetëm mund ta është edhe gjithë energjia ishte ke ty, domethënë, vëmendja, gjëja se i kishim miq që gjithë ato që takojshin, po më thon drejt gjithë që takova i kisha kështu flash, po ç'kemi mirë çapo. Më ftun shumë nga miqtan për bashkët me qenë në tavolina me to, po e pash më filmike, e pash më shpirtërore, që ta shijoja vetëm atë gjën, sepse do ta marrësh edhe atë kënaqësinë e tingullit, si thosh, atmosferës, që është njëra anë, që është forma, po themi, po unë nga pikpamja e përmbajtjes, pastaj çfarë përcjell teksti, çfarë përcjell interpretimi, çfarë përcjell. Ato janë shumë janë shumë private, janë shumë të drejt për drejta, si thosh, edhe e shijon edhe fuqinë e tekstit të këngëve tua, po edhe fuqinë e interpretimit. Kështu që të falenderoj sepse nuk më le vetëm dje. Pavarësisht se isha vetëm duke u fut ke këngët. Ishte shumë e bukur. Po, ke tekstet e këngëve dhe ke këto ika dhe ke gjërat e mia, se çdo njeri e kupton, arti aty e ka. Ti me veten tënde vizualizove në gjë ndërkohë që dha spunto për ke shtu në gjë ke imagjinata jote për koncertin tënd? Patjetër, pra pikërisht, po jam në një tundim të fuqishëm. Sa këngë ke Rando që i ke tuja? Po këngë të mia të kamerës, 100 sa, por është gjithmonë 100 sa. Pas më shumë se ne. Ti që ke përpara nesh. Ti që ke shit këngën. Gjithë ideja unë nuk e kam pas pasion muzikën. Muzikën në sens që unë jam rrit i vogël, jam rrit me atë babën tim që ka qenë si thosh 26, 28 vjeç. Dhe kanë qenë koha që kënojshin grupet ke liçeni atëherë. Edhe ka pas një grup vetën që vishin i bëshin provat në shtëpi, edhe unë rrisha shtrike një nga ato koltuqet e shtëpisë, që ka të koltuqet e vjetër, se më pëlqen kjo, edhe aroma mrena. Asaj edhe ato kënojshin gjithë
e kupton, hitet e Beatlesave, i punojshin bashkë me kitarë kineze, më e men që të zezë, se kinezët vazhdojnë të imitojnë gjithmonë bukur. E kupton, po me atë idenë e Fenderit. Edhe unë gjatë ditës i hypsha asaj kitarës kështu si kal. Kjo pjesa këtu. Bravo. Identike ngjyrat, vetëm ajo ishte llamarin, kuptohet, jo si kjo. Edhe aty një gjësha gjithë, aty e kam marrë atë, domethënë, nuk e di, ka qenë ai vibe, ajo energjia që është përcjell ke mu. Dhe e kam nisë me mësimin e këngës Yupidu. Nuk e di, ka qenë Yupidu, Celentanos. Edhe më thriqin pastaj më vonë ke shtëpia gjyshës që kisha nga mama, ke zogu zi, dhe më thriqin Yupiduja. Ka qenë Kolsheo, ma i men atëherë ka qenë atë kohën që Kolsheo ma ka kujtu. Edhe jo Yupiduja ku jese, se daja im Dolfi, thoshin, Rudolfe ka emri. Atje ke zogu prodhonte kitare, syze. Ai bote vet. Po. Në mënyrë artizanale. Po, vedi, bote ka i balkoni, shpisa, dhe qësë shifsha atë. Po. Po bukur do t'je si fëmija, ke përësisht të ulish e këtu, kur imaginon të shi, një gjosh muzik, qovësh në babën tatë me shokët. Babën dhe shokët, gjithë famshë, po s'du me i kujtu. Jo, s'ka rëndësi, po thjesht ideja. Një element fëmirie dhe më thënë që është për të pas zili, ke përësisht se... Tamam. Se mos duke pas parasysh sistemin atëherë, këto gjona ishin shumë të veçanta dhe normal që t'ngelin memore. E kupton ti një gjosh Beatlesat për shembull, Zot ulet. Imagjinoje. When I find myself in time. Të nxjerr akordet. Kështu, babush, të përshëndes me gjithë shoqëninë tate, se mërshin se isha i vogël, baba i ri, e kuptoj, ku diçin ke Xhiro, në Tiranë, ke bulevardi. Më thoshin mu, e kupton, Randi ku po shko? Se majshin mu për se isha fëmijë i bukur edhe majshin me na luna i femër, e kupton, ku na lëshu. Ua, sa fëmijë i bukur, e kupton? Edhe ato ishin këtu, ku po shko Randi? Do gjojmë për Semna, thosh. Për Semna. Ka qenë Randi lideri i grupit. Po bra. I marrën dhe për çudi, jam me fat se në memorien time Zoti ka lënë vetëm ato momentet e bukura të jetës rinore të prindërve, si thosh, edhe ajo më ka shoqëruar gjithë jetës. E ke përjetuar tamam apo ke përjetuar tamam? Tamam. Si përfundim, kur do bësh koncertin? Koncertin kam shumë dëshirë që ta bëj në 10 dhjetor. Domethënë në atë atmosferën e festave të fundvitit, por jam seriozisht duke menuar, kam pas një mendim që ta bëj në atë sallën e katedrales. Shumë mirë, edhe akustikisht. Shumë mirë, po nga ajo atmosfera dje më duken një çik njerëzit që trin ul kështu edhe ta. Po kështu janë të mësuar shqiptarët, madje. Ti ke nejt ke banaku dje gjatë gjithë kohës. Se nota ku? Po ti mund ta bësh edhe me tavolinat të larta aty. Nuk e di, po mendoja realisht bëj 2 formacione. Bëj një formacion madh për sken, si thosh, po ajo më duket shumë e ftohtë, ç'a. Jo e ftohtë, më duket shumë kështu legjendare, ku dëgjon që se tash muzika është çik. Po, do ta ti përfshish njerëzit publikun. Kjo se krijon ai distancë shumë të padukshme. Nuk do të krijoj atë pompozitetin se nuk i kam dash kurrë këto recitalet personale, ku dëgjon me këto fjalë të mëdha, glorifikohet. Po wow. Në fundit ajo është një gjë shumë private që është e imja, e kupton, është një muzika shpirtit tim, si me thonë, si nga teksti ashtu dhe nga përcjellja, dhe ajo duhet më pëlqeu shumë, 2 gjona një gjë më ka pëlqyer dje, një gjë s'm ka pëlqyer, po vetëm me qesh. Këtu ta them, patjetër. Ke dakord me një. Po, domethënë pëlqeu shumë që thoshe miqtë e mi. Miqtë e mi, se vërtet ajo gjë ta jep atë energjinë, është bashkëpunim. Ti në stage, ti në sken, dhe ti jep 1 dhe audienca ti jep 10. Po kur ajo audiencë është një audiencë ti e di që janë miqtë tu të dashur, e kupton? Fakt, ndryshe nga këto koncertet e mëdha nëpër pallatet e kongreseve që miqtë tu vinë në sken, në të vërtetë aty miqtë tu janë atje dhe të shijojnë dhe ti jep më të mirën tate dhe
ti jep 1, ata t'japin 10, ti jepi 20, ata t'japin 100 pastaj. Pra krijohet ajo energjia, komunikimi për sjellja. Kurse ana tjetër ishte që sa herë fillojshëm as ne komentoje në këngë, aty e kam se është profesioni tim, stand-upistit, si më thon, ti thoshe, dhe tani një këngë dashurie. Mastaj ishte prapë dhe i këngë dashurie. Dhe i këngë I thoshe aty bërmenit, në këngë me luftë më Me ishte, se thelbi është dashuria, po me nuancat ndryshme, herë është dashuri që ka një happy ending, pastaj ka një tradhti, pastaj ka një mosmarrëveshje ka. Thelbi aty është po merr rrugë të ndryshme. Thelbi i jetës është dashuria. Edhe aty vërtite me gjithë në dum, domethënë është vërtet, po s'ishte nevojë me e thon, po themun. Ndjeshe në një rrugë tjetër, kur dashuria shkon këne, kur shkon anë. Dashuria o miku im është një det që do kalosh. Nëse unë Renisi nuk paraflasim shumë kur bëjmë koncerte në fakt, dhe mbrom ka fol Renisi, kështu që edhe më bëni që di për mirë nga aspekti tjetër, sepse unë jam nga ato persona që kur kënoj nuk du me fol fare. Do të thënë mjafton mund thjesht mund të t'jap titullin një këngë, thjesht po tregu njerëzve çka këngë është dhe nuk flas. Dhe mua pëlqen ajo gjë që boni di Renisi, me thënë drejtë. Jo, absolutisht, edhe mua pëlqeu, po kjo është. Ja çat pëlqen. Shiko, e thash këtë për sensin sepse unë e gjuaj shumë për mbajtjen këto gjërat, sepse sot ka mënyra për me arrit formën. Ja kuptoj? Më bukur është shumë drejt, po më bukur është që njerëzit i dinin këngë. Gjuajmë çik ke përmbajtje. Dhe përmbajtjen këngët e tuaja e kanë. Më pëlqeu shumë që ke këngë me përmbajtje me thelb social. Jo më pse do të thonë. Po funit që shohin njerëzit, shikoj, kështu kultivohet audienca. Funit shkojnë ke gjithë, e kupton se i çik zona e ka dhënë Zoti gjithëve. Po. Problemi është që duhet të shihim ku shkojmë me koncert me pa, duhet dim ku ç'a shohim, sepse ajo bën dhe diferencën që nga e kupton, hajde edhe falas, po hajde edhe ke leku. Sepse vlerësimi në një formë tjetër duhet vi, e kupton ti, unë e paguaj me qejf 200.000 lekë me shku me pa Renisin, po s'mund të paguaj 200.000 lekë me shku me pa, e kupton ti sa efekte. Ky është thelbi. Domethënë kjo është diferenca, sepse teknologjia bëhet ai nesër, e kupton ti thotë bëjmë Renisin robot me hologram. Me hologram. Tash Renisi të vdek për buk, hologrami aty të bë miliardat. Nuk shkonën. Ne kemi nxjerr, sigurisht tash jemi me regjistrim, dhe kjo po jepet në datën 5 nëntor. Po. 5 nëntor. Por me siguri dje do kemi nxjerr një video të rëndë duke rënë kitarës dhe duke kënu. Dhe ju do e keni aty në Instagram momentalisht. Se unë tash po bëj. Se kam pa. Se ke pas skanol akoma. Se skanol akoma aktualisht, por po shem edhe në të ardhmen edhe nëse ideja është që sa thell ju futet. Erandi ne kemi regjistruar ca këngë me telefon, këngë autentike të Erandit dhe realisht ke këngë bukur, domethënë ti i ke kriju vet, i ke kompozu vet, i ke shkruajt vet. Po, vet, sigurisht. Je një kantautori i heshtur në një farë mënyre. Se për shoqërinë vet nuk është i heshtur, por për publikun, se publiku se ka pasur. Në raport me publikun pra. Për publikun shiko kur ka një treg të flasater, kur ishte të konsolidum të muzikës dhe e shef që kënga jote nuk ndryshon gjë. Jo, kur je në një treg me këngë, e kupton, ja futan shpulli, ka me vrape, i ke çam duhesh ti, jo po, domethënë këto lloj tekstesh, këto lloj gjonash, ose me ekstremin tjetër që paqe në botë dhe lumturi për njerëzit se ka pra këto janë ekstremet. Sigurisht që thu, okay, çat ku do të ndash me çin do ndash, e kupton, nuk. Jo, nga një anë është mirë ta ndash, sepse ka njerëz të cilët e vlerësojnë atë gjë. Ka njerëz që po ata unë për ato pak njerëz është mirë të bësh ca gjëra, ti lesh ca gjëra, mendoj unë. Sikur se dha të tjerët që përmenin arme, gjëra materiale për tekstet e veta, kanë publikun e vet, domethënë është gjë e mirë që të kesh shumëllëshmëri. Kjo i mungon tregut shqiptar për mendimin tim, nuk ka shumëllëshmëri dhe unë them që duhet t'i japësh sa më tepër, sa më me ngjyra tjetër është më mirë të jetë për njerëzit që të ndjekin, për mendimin tim. Kështu që është nga një aspekt është i çik. Plus është dhe subjektive kjo është këndvështrimi i Erandit. Po pra, po. Ndryshe ne dy për shumë
E shohim komplet situatën. Dhe kemi mbijetu duke qenë vetvetja, më kupton, kështu që prandaj po i them dhe Randit është ajo është strapacim domethënë i madh dhe është sigurisht ka vetëm një po themi një lloje e standardi. Po. Të cilin ne e gjujmë sepse jemi brenda llojit. Po në fakt e kupton kur shef edhe pëson edhe zhgënjimin sepse Shok. I them unë kur përballemi, tash arti pa para nuk funksionon pa mbështetje. Patjetër. Po e thash pa para për ata pjesën e atyre që gjujnë paran. Normalisht të lesh një artist të bisedoj të dilli për biznes me njëri që I ka paret, e kuptoti lum, po s'di pse I ka, edhe nga I ka, sigurisht ai thot ma thuj dhe I herë se kuptoj. Kupton? Thot unë t'jap kaq ti sa do bosh. Mi po ç'a do bëj konga jote kur konsumatori, po e themi, e kupton, I janë pak. Duke përthis sa duhet, domethënë, tregu. Pra, jo nuk e përthis. Se përkthen ai ti duke pa bën numër për ata. Kur sot shivi mediat, e kupton ti ku janë. Janë nga biznesit. Sa like ke ti, çfarë ke ti? Në 2004, në 2016, shfaqja fund që kam kriju ka qenë romans në vitin 2024. Se mu dukte larg aty. Edhe kam bërë një shfaqje, kam dhënë me të dhe fliste për një inxhinier që kishte nifet rastisht në një bar me një psikologe dhe të dy punojnë për një projekt me prodhu robotin, a kupton ti, njëri të dashurisë, robotin e dashurisë. Edhe fliqin në bazë të eksperiencave si do vi, qa do vi, ku do e dush, do e zgjedhësh, qa sysh, qa flokësh, do e blesh në vitrin, do e morësh, do e... Qash në shtëpi. E kupton të kështu, dhe këtë gjë ndodhte në shfaqje. Kjo porosiste në Amazon një model që një të dashur, si që deshte, dhe I vinte, e kupton, si që deshte, dhe kur vite funës kishte, e kupton, nuk punote, I u prish në një moment. I maroj bateri. Dhe mu dukte larg. Sot jetëm, domethënë kjo gjë ka kalu. E kemi te kalu atë, domethënë nuk kanë qenë shumë I sakt në parashikim, sepse gjitha gjonat ka vite që në bo. I thue ai ta prodhoj kongë. Ja, ai është bëj frikshëm fare pastaj. Ku do shkojmë? Kjo është, ti e pro si përfundim me AI-t apo je kundër? No, unë jam me gjërat e Zotit, e kupton. Zoti e ka pas një arsye, sepse ai e di më mirë e AI-n se sa ne. E kupton, ai na udh dashurinë. Dashuria është një frym, e kupton, e shenjtë që kur të kap ti nuk e shpjegon dot, po ama botën ta rrotullon. E këtë se bot do të AI. Nuk më bën dot AI mu që të prodhoj një këngë. E kupton, me atë tekst, me atë muzikë, me atë nuk hyn dot, nuk ashtu. Po dashuria, po e bë. Dashuria është Zoti, dashuria. Kështu përkthehet kjo gjë. Ajo është ajo leva e Arkimedit që ashtu është. Ka ca gjona që nuk ka për të arrit dot kur teknologjia. Ose kështu të paktën mendojmë ne. Emocioni. Shkon me informacionet që ka bën njerëzimi deri më sot. Domethënë I mbledh ato informacione dhe I sistemon, e kupton? Lun, është rokad. Po ç'a do vim? Se di. Se emocionin se multiplikon dot. Nuk të mbron ai nga bomba atomike. Erando, mas 5 ditësh është premiera e filmit të ri në kinema në Cineplex Ketegu. Po, në Cineplex Ketegu jam shumë I... Na foli çik, si po shkojmë përgatitjet. Përgatitjet janë je lodha. Stresu tu, as je stresu. Po, është gjë e re për mua se edhe u përballa me ca gjëra që nuk I kisha, domethënë në Amerikë është çik më lehtë, janë gjërat më straight, si thosh. Më drejt për drejta. Po, nuk të organizuar. Gjithatë, kam një emocion të veçantë që do të prezantoj këtë film në Shqipëri, pra aty ku është edhe thelbi I ekzistencës tonë artistike, jo vetëm për mua, por edhe për aktorët të cilët mbart ky film, si thosh, të cilët I kam mbajt në filmi flet për një hero I cili imagjinar, po themi, por që pse jo, me dëshirën e madhe për t'i dhënë publikut shqiptar, kudo që tjetë në botë,
atë modelin e atij herojit I cili nuk ekziston, ai heroi I heshtur, e kupton që sakrifikon gjithçka vetëm për drejtësinë. Për me arrit me çu përpara portave drejtësisë. Ata që kanë shkaktu dëmet shqiptare të Shqipnisë që në këto kohë. Dhe për kon, çuditërisht, e kupton? Me çfarë po ndodh? Me çfarë po ndodh tani? Edhe është çik përgjësi në kuptimin e madh të cilë, sepse kam mbi shpatulla eksperiencën e atyre aktorëve që tash jetojnë në Amerikë, kanë vite e kupton që e kanë lënë Shqipërinë pikërisht për arsye të padrejtësive, jo të padrejtësive kështu gjëra korrupsioni kështu. Por ajo krijohet meritokracinë e përgjithshme që do të krijohet vetvetiu dhe ne vetë një moment themi e kupton, nuk jetohet dhe mbarojmë vetë. Edhe kam këtë përgjësi, këtë emocion dhe dua shumë që kjo gjë të kurorzohet me sukses. Filmi sigurisht do jetë, premiera do të jetë 10 edhe 11, pra të hënën dhe të martën në Cineplex dhe pastaj filmi do të qëndrojë vetëm një javë, se aq e kemi mundësinë. Falenderoj sigurisht televizionin Klan dhe personalisht Sander Frangajn, I cili jo e mbështeti, po e pat arsyeshme që gjithë kjo punë duhet të dali, sepse është një film I cili nuk ka ne çudi të mëdha se sa ka bën atë skanerin e shoqërisë shqiptare, e kupton, ndikimin e drejt për drejt të politikës edhe tek njerëz që s'kan të bëjnë fare me politikën, as me asgjë. Sepse çdo vendim, po themi, korruptiv ndikon drejt për drejt në që nga lypsari deri te shkencëtari. Po, shumë e drejtë. Edhe filmi është bërë natyrisht me, po e them unë shumë në kuptimin figurativ, me paret e xhepit e me rrobat e trupit, por ka një vlerë të jashtëzakonshme sepse është një shembull I mirë se si shqiptarët e diasporës, atje ku ka hik truni jon, të riorganizohen, të rimblidhen, të rifokusohen pikërisht te vlerat që kanë pas në këtë vend. Edhe ti përcjellin këto vlera për shqiptarët që jetojnë atje. Po, shumë drejt. Zhanri I filmit është një dramë social politike. Por që ka sigurisht aksionin është I ka pak a shumë të gjitha brenda. Më s'dash me punu me këtë film edhe 4 vjet. 4 vjet më s'dash, po sepse filmi I takon, domethënë brenda ka edhe një retrospektiv ku personazhet ndryshojnë. Kam bërë bashkë me Aldo Todën, të cilin gjej rastin ta falenderoj edhe të shpreh keqardhjen time që ai nuk mund të jetë në premier bashkë me mua, si ka qenë drejtori fotografisë dhe bashkë producenti im, dhe Eliodor Marke, cili është këtu dhe do të jetë në premier, ka qenë një sakrificë e madhe, unë them që na ka kushtuar të gjithëve shumë, por me idenë që po përcjellim një mesazh që ndoshta është pa dashjen time ka dalë, si thush, një skenar që është shkruajt para 5 vjetëve, e kupton, arrin të ndodhi me vërtetë. Aktualisht. Pra të pon, Fajkoniza ka parashiku shumë vite përpara. Edhe na është dash 4 vjet me punu, ka në castin e tij aktor, e kupton, shqiptar të gjitha brezave, të cilët kanë lënë një emër në kinematografi, siç është Astrid Çerma, të cilin gjej rastin ta falenderoj, Jul Neshati, I cili do të jetë në premier, natyrisht edhe aktorët e brezit tjetër pastaj që jam unë, është edhe Erieta Cufaj, është Rina Narazani, po ashtu. Janë dhe aktorë të cilët unë I kam zbulu nga komuniteti shqiptaro-amerikan në Boston. Është filmu këtu filmi apo ke edhe filmi jashtë? Është bërë I gjithi atje. Ishin aktorë që kishin thjesht talent apo ishin aktorë që kishin mbaruar? Ishin njerëz, janë njerëz e kupton që kanë studiu për financë, për gjëra të ndryshme. Por un kam punu me ta, domethënë si më thon, I kam bërë shkollë. Dhe kam punu me ta shumë, po, kam punu në mënyrë sistematike. Ti ke pa atë bulzën, atë talentin që kam pas e ke zhvilluar pëse? Po, dhe kam dash ta shkri çike, kupton, sepse për
unë mendoj që jetoj në Amerikë. Dhe në Amerikë do t'jetoj me gjën më të fuqishme që kam. Po. Me artin tim. Po arti im pa të tjerët nuk shkon kërkund. Kështu që kam kriju formatet atilla për me edhe me zbukuru jetën e tyre, për me bë më të larmishme nga pikpamja edhe traditës, edhe kulturës tonë, po dhe artit, po edhe edhe argëtimit. Si tush, dhe këta kanë qenë njerëz të cilët e kanë dash shumë këtë gjë dhe e kanë bërë filmin me shumë dashuri. Kanë edhe kohën e tyre, siç kanë qenë Keti Jani, Ervis Dhima, Bashkim Brahaj, ka qenë Donald Brahaj, cili është një koreograf i shkëlqyer që ka ka kriju një shkollë të vetën në koreografie në Boston. Në Boston, po. Në Boston janë pak a shumë të përqendruar. Po duke pa dhe tematikën sociale të filmit, domethënë është gjë mirë që ke përfshi njerëz të cilët jetën e përditshme bëjnë në profesione të ndryshme, kështu që edhe kjo mund ta ketë një mungë goxha edhe nga ana e shtjellimit edhe të skenarit në mënyrë drejt për drejt për njerëzit që shohin. Po, skenarin unë e kam shkruar si tush para se më shku në Amerikë. Po. Domethënë ka qenë një trillim i brenda realitetit gjatë kohës. Brenda realitetit, po atëherë domethënë historia është shumë e thjeshtë, është një polic i thjeshtë i cili me ato punën e vet ka arritur. Do të tregoj gjithë filmin kena premierë. Fundin se tregoj, po të paktën ta shpjegojmë që idenë. Ideja është një polici të ndershëm, një trailer shkurt. Një polici të ndershëm i cili çon para drejtësisë, e kupton, me faktet që kanë mbledhur me të gjitha, emra shumë të fuqishëm të politikës shqiptare, por kjo ka qenë një ëndër më përpara të realitet. Atëherë nuk ishte kriju spaku, e kuptoj, thjesht flite që do krijohet, ka qenë koha që u bë reforma në drejtësi edhe për ironi të fatit ata që e kriju, si thush, e shtyn këtë gjë përpara sot mund të jenë në vend çfarë. Edhe është një policë pra me atë idealin e vërtetë, një Corrado Catani. Që e bën detyrë me ndërgjegje. I cili e bën me ndërgjegje dhe për shkak të kësaj detyrohet që të iki me gjithë familja, e kupton, për t'i shpëtuar natyrisht hakmarrjes së kësaj, si një dëshmitar i mbrojtur në atje. Shkon e gjithë familja ti ndryshon, identitet, jeta ti ndryshon, se fillojnë jetën si ca njerëz të rinj, e kupton, mi po me vështirësitë e Amerikës, jo me të Shqipërisë. Edhe Amerika është një sfidë, e kupton, shumë e madhe për ta, që nuk i reziston familjes. Dhe ai ndahet me grunë edhe... Nëse, pastaj le ta shohin njerëzit. Por desha të përshëndes shumë edhe atë që është edhe fillimi dhe mbarimi i historisë, pra të gjithë besimtarët e kishës së Shëntrinis në Boston, kishës shqiptare të Shëntrinis, sepse aty është xhiru një pjesë e filmit, dhe mendoj që kjo ka qenë dhe një arsye që filmi shkoi mbar. E kupton se në fund ka pas një sinqeritet dhe një dashuri dhe një bashkëpunim, nëse mungojnë të cilësi bëhet shumë e vështirë. Shiko, është ngaherë matematikisht gjërat nuk dalin, por kur do Zoti dalin. Sigurisht. Dhe unë që është e vërteta nuk kam qenë aq shumë si tush besimtar, po themi në deri në atë moment, po mbrapa asaj gjërat ashtu si erdhen. Si rrodhën. Sigurisht fillova të besoj që puna jonë ishte një punë vërtet që nuk kishte ke fitimi dhe ke po se sa ishte ke përcjellja e Rando, është të vështirë për shembull të rikthesh këto legjendat e kinematografisë shqiptare që kanë shku prej kohësh në Amerikë, jetojnë me atë jetën e vet atje, është vështirë të rikthesh në fokus ti bësh të rimerren me atë ato me zëre kanë pasionin e vet. Me zëre kanë pritur rrezik. Si është kjo? Si ka qenë kjo marrëdhënie? Se unë nuk besoj se ata janë aktiv në kinematografinë në Amerikë. Nuk janë aktiv dhe kjo është për fajt sigurisht të mungesës vëmendjes të atyre filmbërësve, po themi në rastin tonë që janë aktor filmar dhe pra kulturës. Plus edhe Amerika është e madhe. Nuk ka lidhje me Amerikën, ka lidhje me vendin tatë, e kupton? Ti thu me komunitetet shqiptare që është atje, komuniteti shqiptar atje, po dhe komuniteti këtu, Ministria e Kulturës e para. E kupton? Kur ti nuk i kushton vëmendje atyre talenteve që ke jashtë. Atyre qirive, po themi, se qirien me mendoshi, e kupton? Ndriçojmë diku këtu, diku atje.
E kupton, kur ti nuk e ke në vëmendje këtë gjë, do të thotë që ti se ke kulturën me vete. Drejt. Domethënë kulturën flas artin, po themi tash se është më duket me fol kështu për artin, duket sikur bën propagandë, po në të vërtetë është për të bën fakt. Atë që bën ngaherë dhe unë për këtë jam krenar, paktën për veten time si jam fare modest, sepse çdo gjë që unë kam bërë, ku kam qenë në Boston edhe jam atje ku jam, e kupton, ka pas vlerën e atyre gjërave të cilat nuk i ka bërë dot një shtet. Unë kam arrit me shpirtin tim, me mënyrën time që t'i bind këta njerëz, e kupton, që janë ende ata që janë, ata që kanë qenë. E kupton, sepse ne kaq dum, kaq kemi nevojë. E kupton, dhe maj men kur kam fol me Julën e Shatin, kur i kam dhënë një pjesë të sepse e nisa projektin si një pilot me shpresën që do ta realizoja këtu, po të realizoja një pilot, gjë që këtu as ka një interes për këto gjëra. Më tha, ishim në një bar aty, më tha, mi, tha, filmi, tha, e kupton, do bësh film të këtu, e diti që ka në Amerikë, më tha, I thash, po e di, thash, edhe di që të kam taku ty, tash, e varet sa artisti e ti, e kupton, s'ka gjë që të bëj, sot teknologjia e kuptoti me një kështu gimbal state gimbal e kupton ke zëvendësu 6 vet. Po se të merr në rutinë atje jeta I vrulli jetës. Atje dhe ti harron që mund ta bësh. Kam përdor një kolpo, me thon drejtën. E kam bë dhe se kam thon kërkund këtë gjë. Po sot po e them se tash jemi në prag të premierës. Edhe I thash, tash është ky teksti. Ktu që e kam. E kupton? Merë, thash, nëse do, po jemi zota. Leje që ta lexoj, as me lexues pranoj. E kuptoj, thash, okay, thash, ti bo gjon tate, e kuptoj. Unë do gjej dikë tjetër, nuk është problem, po filmi do bëhet. Okay. Po mirë ma çoj herë, më tha. Ja çova. Ditën tjetër po prap te I njëjti bar. Ti thash e lexove, po e lexova, tha, okay, tha. E lexova, tash kam vendosur ta t'jap një ditë nga jeta ime. E kuptoj? Okay. Faleminderit. Po një ditë aq do unë. Po kush do jetë tjetër, më tha mu? I thash unë, po ti mi thash, do jetë Astrid Qerma, e kupton. Po Astrid im ka dhënë 2-3 ditë nga jeta vetë, I thash. Do jetë Astrid dha, imagjino që janë miq me njëri tjetrin. Po nuk e dishin këtë. Edhe unë guxova, sa ç'a do hum. E kupton, Amerika këtu e ka qarin, kur mendon ç'a do hum. Unë në këtë gjep. Jo në këtë gjep, po. Edhe I them Lujtë blofin me fjalë. Po. Komplet poker. Po, tha, Astriti tha çeka, po patjetër është, tash se ai kupton, çfarë do më bë, ne jemi të vdekur këtu. Në artist kemi ardhur në Amerikë, tjetër punë se ç'a na detyron jeta me bë, po. Shpirtin e kemi, atë kemi. Qartë, po. Edhe, okay, tha. Okej, hajde po t'jap 2 ditë. Po më faleminderit. Ti u tavolin ti. Është edhe një Texas Hold'em tash. Bile mbaj mend dhamu, I thashun, okay, ç'a do pish. Jo më ç'a do pish ti, ç'a do pi unë. E kupton, domethënë atë. Okay. I shkoj ke Astriti. Astriti ulëm, sigurisht është një babaxhan në atë mënyrën e vet, në atë formatin e vet, që është ai, që është ai dhe e din, domethënë ai s'ka kështu, që është mund të jetë një njeri tjetër, po është shumë drejt për drejt, normal. Edhe po dharan, tha pimi kafe, ulëm e pi kafe, edhe thash kështu film. Më tha, Aranta, tash edhe do flet seriozisht, për filmi do një ushtri më çon. Është mësuar me vjetrin. Ku ka më ushtrit? Thash e ke gabim, thash një gamble ka zëvendësu, ka lënë 10 vet pa punë. E kupton, dhe ne mund ta bëjmë, thash. Jo. S'kishte besim. Jo, s'ishte punë besimi, po nuk bëhet. E kupton, sepse një artist I mirë, një aktor I mirë, e di shumë mirë ç'a duhet. Për të bëj gjë e mirë, pra ne flasim për gjëra të mira, nuk flasim për këto dha gjona Instagram sa shkota atë. Po jo, nuk është ashtu, I thash. Ti pranohet ta ditë se pa le mos më thuj mua se e ka dhe këtë. Ja bo. Edhe thash po pse Astrid I thash mirë unë zefa për një moment, po unë zefa brenda misis. E kupton brenda asaj. I thash në fund më vjen keq I thash po ta them I thash po ti ke për detyrë.
të më ndihmosh. Unë kam për detyrë tha, pse? Po i thash, sepse unë jam i brezi pasardhës i jotit. Kështu që ti të paktën do japësh, unë mendoj që ti e ke për detyrë. Për detyrë të shënjes, bëhet filmi me mumër ti ranta, e kuptoj ti kush jam unë i fundit i kavallit, aktori është i fundit në film ta. Është në fillim. Le çfarë është, ja, je ti, kush tjetër tha, unë e ti do bëjmë film ta këtu ta. E interesi. Po dhe bëjmë të pse shemi unë dhe ti, thash, është dhe Juli Leshati. Juli po. I fut Julin mes. Pse është Juli? Po Juli është i parë, thash. Juli është i parë, ka pranu Juli tha me po patjetër thash. Okej, dhe ato të dy sot e kësaj ditë rrezik nuk i tim sot të morin vetë. Se kanë diskutuar kush ka pranuar i parë, s'ka pa datën. Dhe aq u deshe sigurisht kur merr këta të dy pastaj, edhe unë guxova më tej, Juli e lexoi atë, shku me xhirum, mbaroi, edhe më pyeste nga herë, çau bë me atë? I tash, ne po bëhet kur tashu. Po jo, se mund ta zhvillojmë. Ishte interesant. Do prapë po. Mund të javë 2 ditë tjera nga Dhe jetë. kur ka mbaruar filmi, kur kemi mbaruar xhirimet që e kishim montazh te Dori, më thot ulemi atje, hajde të pim një gotë edhe të flasim pak për filmin. Po. Do më thush i gjotha të vërtetën tha. Po, i thashun. E ke ditë që në fillim tha që kur më dhej skenarin që do bëj kjo. Po, i thash. E kisha skenarin e mbaruar, por erdha ke ty me një gjë të vogël, sepse desha me pa, nëse do të hante, nëse do të brendi që nga do të brende ajo gjëja që ta bësh, normal, pastaj do ta ashu. Dhe u gëzova shumë që të breu mbrapa gjës që the, okay, mund të bëjmë dhe i sken tjetër. Edhe na ke botha me menu tha që po e krijon tash, po ç'të bëj? E pas e lut bukur këtë diplomacin. Po është, domethënë do gjesh një mënyrë. Patjetër. Do gjesh një mënyrë për më realizu jo qëllimin tat, po qëllimin e gjithëve, se në fund kur bë premiera, domethënë filmi ka pas 15 shfaqje në Boston. E kupton, në kinema apo në New York ashtu në Regal, domethënë ka qenë vërtet një gjë që mua sigurisht nuk e ndjej unë veten krenar për veten time. Por e ndjej krenar që të paktën e kupton ata njerëz që janë atje, e kuptojnë që mes tyre kanë dhe ca artistë që din ta bëjnë gjën. Problemi është që ti kush e ka mikrofonin. Kush e ka mikrofonin, ai ka drejt. Të tjerët nuk dëgjojnë. Dhe kjo është një përpjekje për tu dëgjuar pa mikrofon, pa mbështetje, pa asgjë. Me i thonë njerëzve që ka dhe kështu. Bravo të qoftë që merr iniciativën edhe. Faleminderit. Edhe i ftoj gjithë edhe miqtë tuaj të programit tuaj që të vinë filmi do qëndroj një javë në Cineplex. Nga data 10 fillon, ëh? Sigurisht, nga data 10 juve jeni të ftuar. Tjetër, shumë kënaqësi. Faleminderit. Fare çfarë vjen do na lesh me ul. Në premierë. Nuk ka çfarë vjen, është e kuptoni. Shikoj, është filmi i parë independent shqiptaro-amerikan. E kupton, janë bë filme tjera, janë bë me buxhete, me gjona, me kompanira, me ky është filmi i parë shqiptaro-amerikan. Dhe juve e keni fatin. Ti jeni pjesë e historisë mas nej, se kush e fut në për enciklopedira, është puna e atyre që kanë mikrofonin. Po, qartë. Po, unë mendoj që kemi bërë një gjë shumë të madhe. Në çfarë është premiera në 6. Të hënë dhe të martë. Do më thënë dhe pastaj filmi vazhdon në oraret e Cineplex. Okej, shumë mirë. Suksese. Që fillon nga paraditja deri në darkë, pastaj ka ato oraret e veta që dalin në përfaqet zyrtarët kinemas. Orlando është vështirë me gjetë njëri tjetrin artistët edhe në fund botës, po themi fund botës për Amerikën me që është larg. Se sa kemi vënë re, domethënë jemi një vend që ka gati 400 milion banor, nuk e di se ka Amerika, dhe prap artistët e gjejnë çan ndodh kur shkon për herë parë në Amerikë si artist, domethënë. I bjet telefonave të artistëve të tjerë, gjejnë ngushëllim me taku sojnë tënd, po them thonjza apo shrasi, apo shrasi, si përballë me Amerikën. Unë nuk jam përballë, domethënë momentin që kam shkuar. Jeta jon, domethënë ka qenë ndërtume. Domethënë unë Shqipni vetëm për me punu në sezonet e portokallis kam qenë kështu, se jeta ime familjet e shpërndara, familja në Francë, familja e rinës ishte në Amerikë. E kuptoj, dhe ne jetojshim ato 5 muaj, domethënë. Leviz, Varavingo. Në ato 3 botë, në 3 këndçin e Bermudës. Edhe Amerikën e kam njoftë shumë mirë, domethënë për sa i përket pjesës me shku si turist, e kupton, duke qenë
Shumë mirë. Jam përballë me Amerikën në kontekstin edhe kur kam pas Shqipërinë, do më thonë unë ja 2 vjet e bësha, do më thonë visha, punoja këtu, edhe familja sigurisht ishte atje, por Amerika kuptohet shumë kur ti shkon të blesh buk themi në dyqan, me paret e tuja. Kur ke rezidencën atje. Edhe kur ajo është një pjesë, si tush, jo në aspektin, se e kupton, në Amerikë mund shkosh dhe me pare, e kupton i ke dhe nuk e ke problem, për me gjetë veten, po them. Për mu unë nuk e kam pa kur opsion veten time të jetoj në Amerikë jashtë profesionit tim. Kjo është Chelsea dhe varet si ti e percepton në kokën tate. Do më thënë, kjo ishte aja. Kjo është aja. Ti e ke nda menin do jetosh si artist, do shofësh me ato mundësi çfarë bën. S'bën kompromis me punë tjetër. Dhe kam arrit me bo një festivalin e filmit shqiptar, do më thënë, Noli Film Festival në Boston që ishte par vjet, por që pata fatkeqësinë se prap duke punu me artistët nuk kanë vetëm bashkëpunime të mira, e kupton, kanë dhe me zorpresin bishti ngrop që tu dhe tjetri. Kështu është, arti është vetvetiu, një gjë ku ti, e kupton, po të rëshkiti koma, do të ndjesh këmbën e tjetrit që të ngrehet i qik më tepër, e të presësh të ti, do më kështu është, s'ke qa bërë. Do më artistën gjithë botën, nuk është puna e këtushme. Por që pa dhe fatkeqësinë që e huma atë festival, sepse e mora. Do më thënë, me gjithë atë, të morën idenë, do më thënë? Jo idenë, me festivali, e kupton, nuk kriju nga unë dhe nga 2 njerëz të tjerë. Para 2 viteve. Po, para 2 viteve dhe mas të pjesën tjetër, u morë nga ata që ne morëm për me i bo, si të tush, festivalin, me bo më të fuqishëm, me bo më... Me ngretë. Nuk du të flasë tem, base është një moment tjetër që mund të flasim. Kam dëgju për shumë nga artistë tjerë që kanë shku në Amerikë, pa përmend emra, që duke u përballë me realitet komplet ndryshe, atje nuk është më i publiku që e nje, do, e ndjek, apo ku di unë, edhe si kur kanë kaluj depresion të letë, po them nëse mund të shprehjem kështu, do më thënë, qa po bëj me jetën time, qa dunë këtu, isha mirë atje, kjo lëvizje ndoshta ishte e pa mendume, etj. Se ne kemi pas shumë artistë që kanë qenë, kanë provu dhe janë kthy dhe kur janë kthy kanë shkëlqyer prapë ke veni vetë, duket sigur me këtë veprim ato kanë konfirmuar atë frikën që kanë pas që pse duhet ta bëja këtë lëvizje të parahatshme, si thosh. Unë nuk mendoj atë, sepse unë mendoj që ndoshta në Amerikë artisti shqiptar duhet jetoj më mirë, t'i përcjelli më mirë idetë e veta dhe ta bëj komunitetin që të lëvizi më mirë dhe të ketë më shumë alternativa. Kjo ka qenë objektivi im, si thush, duke menduar që do jetoj me këtë profesion në Amerikë. Sepse Amerika sa e madhe është edhe e vogël, është shumë e vogël, është ndarë në komunitete. Pra, për ne Amerika është komuniteti shqiptar. Si është komuniteti shqiptar i organizuar aty. Dhe fakti është që duke qenë shqiptar, duke menu si kur jenë në Shqipëri, e krijon pastaj dhe politikat e ndryshme që ndjekin shoqatat, që grumbullojnë komunitetin në Amerikë. E kupton? Aty e kanë problemin që nuk marrin, e kupton, njerëz adapt për atë punë, por mendojnë se duke qenë se bëjnë biznesin, din të bëjnë biznes vetë, kujtojnë se dhe mund të drejtojnë një komunitet vetë. Por një komunitet nuk drejtohet nga biznesi. E kupton se ti bën fjalë për po themi zbukurimin e jetës shpirtërore të atyre njerëzve, të atij komuniteti. E kupton, ti nuk bën fjalë për ti kesh gjithë. Nëse është pra një formë që zgjedh me shqiptarët. Edhe Amerika aq është. Për një kinez, po themi, Amerika është komuniteti kinez. Amerika përbëhet nga komunitetet ndryshme, por ti nuk mund të dominosh të gjithë komunitetet, duhet të jesh më i miri i komunitetit tatë, që komuniteti jot të mbështesi që të nxjerrë. Dhe një nga problemet më të mëdha që ka, mendoj unë, komuniteti shqiptar në Amerikë, është që nuk po arrin dot të prodhoj njerëz, figura. Figura, të cilën flasim politikan, po flasim senator, po flasim
i ka prodhu, se i kanë nxjerr shqiptarët se e ka pas në shuaj, por nuk mungon ai connection, ajo lidhja midis atyre dhe komunitetit. E kuptoj. Pra, mungon hallka para zinxhirit, mungon lidhja midis, se ka njerëz, individ shqiptar që janë shumë të fuqishëm, janë vërtet për të marrë shembull si individ, po ama që e kanë arrit me fuqinë e tyre, domethënë të çajnë. Nuk kanë qenë të mbështetur nga komuniteti. Pra ti mendon që artistët shqiptarë që shkojnë atje duhet të punojnë, mesoj se është vetëm për komunitetin shqiptar, apo do t'ju japin një çik shtys më tepër vetes që të sa shanse kanë bëhen dikush edhe në çfarë për te komunitetit. Shiko, për të qarë për te, se është një gjë, nuk mund të arrish, domethënë unë s'mund të këndoj për grekët. Apo ja. Varet. Po jo, ti mund të këndosh anglisht për anglisht për gjithë Amerikën. Shiko, ajo është punë tjetër, po atë ti nuk e arrin dot, sepse ty s'njeh njeri. E kupton, pa u mbështet nga komuniteti jot. Këtu fillon prapë çdo gjë. Këtu fillon, sepse dhe komuniteti jot amerikan është. Domethënë unë them, fëmijët tan, e kupton, janë amerikan. Janë shqiptaro-amerikan. Domethënë ne funksionojmë në të njëjtin shtet, në të njëjtën pasaportë. E kupton, në fund ne jemi vlerë, sado që përfaqësojmë, sado që kemi vlerat tona si shqiptar, por në fund ne përfaqësojmë Amerikën. Dhe Amerika pikërisht përbëhet nga një shumëllojshmëri vlerash, mendoj unë. E kupton që ka çdo komp. Pra, me vlerë. Po kur vjen puna ke komuniteti, ke fëmijët tan, për shembull kur i mësojmë shqip fëmijëve, atje, e kupton, i mësojnë me lexu, po me mësu me lexu nuk do të më thonë ndonjë gjë. E kupton, di me lexu e bardh dhe zez, di dhe unë gjermanisht me lexu edhe tërë, po puna është që s'përfaqësoj edhe shpirtin gjerman, nuk di cilën si gjerman. Dhe në këtë kontekst, e kupton, fëmijët tan le ta shprehin shqipen anglisht. Por mu kjo është thelbi, që unë t'i mësoj, e kupton, vlerat shqiptare fëmijëve, sepse ata amerikan kanë lind. Po e drejt. Nuk ha janë atë realitet. Dhe këtë gjë bën vetëm arti, nuk krahasosh dot. Bën vetëm arti. Këtë bën vetëm artista. Vetëm me art, vetëm me këngët shqiptare, vetëm me traditës shqiptare, vetëm me leximet e moçme me folklorin shqiptar, ti mund ta kalisësh fëmin. Nuk do të thotë që ai s'është shqiptar sepse s'di me fol shqip. Varet vlera që ka marrë nga familja. Kjo është domethënë është nëse se pa bëjmë shumë filozofi. Jo, nuk është filozofi, kjo është drejt. Po them eksperiencën dhe mendimin tim. Dhe lidhur me pyetjen që ti bëre, pra shumë artistë nuk e kanë gjetur. Jo, shumë artistë mendoj që e kanë gjetë rehatin, edhe kanë vazhduar jetën ashtu se s'kan dashur më humor me art, po jo se kanë këmbgul. Sepse po të këmbgulim gjithë bashkë arritëm, unë e bëra film. Po jo, ajo që thot Renisi është se kur janë rikthy këtej, janë rikthy prapë si artist. Domethënë pak a shumë shifet dhe si një zhgënjim nga sigurisht që me vazhdoi gjë që kishin lënë për gjys, si thosh. Shiko, unë e kam menduar Amerikën si një zgjerim të audiencës time. Në fakt kështu duhet mendu. Kështu duhet mendu. E kupton, nuk e kam menduar sepse shtëpia jonë është mbaj mend një moment, e kuptoj që më ka ndodhur. Fëmijë goca ishte shumë e etur që për libra. E kupton, sa atje t'japi një kompjuter në shkollë, dhe këtu gjej gjitha, e kupton, shifte kompjuter, i shkryte shkolla. E goca thoshte, më mungon mësuesi, më mungon edhe. Thosha, provoj edhe herë, s'ka problem. E kupton, në qoftë se nuk ambientohesh dot, vendin tonë e kemi. Shqipëria jonë aty është. E kupton, njerëzit që na duan janë aty. Se ne jemi të njëri tjetrit. Unë jam një artist që e konsideroj veten artist, jo se më kanë duar trokit amerikanët. Po se më duar trokasin shqiptarët. Dhe unë shqiptarët bëj me qesh. Dhe unë s'mund ta ndryshoj 50 vjeç tash të filloj të bëj amerikanët me qesh. Po deshin me qesh me mua, le të qeshin, ama e gjithë arti im, gjua ime është shqipja. Me atë unë domethënë shqiptarëve i takoj. Shqiptarëve i takojmë. Tash po du me bë artin ashtu siç jam unë edhe i çik tek kanjos, që e kupton, jam i dedikuar, me arti im duhet të jetë për e ke objektivin e qartë, nuk është. Unë s'mund t'i bëj amerikanët me qesh ose me qa t'u fol për nonën. Se kemi nënën njësoj. E kupton? Ndryshe e konsideron, një amerikan se ka problem t'a qoj nonën në azil. Unë e kam. Ndajmë vlerat ndryshme. Pra, e kupton, unë e prek gjën time shumë më thellë se sa që prek. Përjetimet që
që ndodhin në rrjetin social tonin si shqiptar. Amerikani kur bot dasma nuk del me flamur amerikan Allah. Kupton? E kanë ata flamurin më nga shtëpia. As nuk blloko autostradën. Në zemër Allah. Po. Mara. Është ndryshe. Si ishte eksperjenca ke ferma? Si vendose me ardh? Erdhe nga Amerika Erando kur ta bën ftesën? Po nga Amerika. Nuk ishte knevër drasë. Jo, kam bërë 2 pistope në lova 2 ditë në Francë me fol me motrën, me u këshillu me Irisin. More mendim që ta bësh apo mos ta bësh apo? Jo, kam qenë deri në moment funit kam qenë. Ashtu, ha? Yes or no. I luhatur, ha? Po, i luhatur se ishte një po mendova që e gjeta veten, po themi e gjeta arsyen pse duhet isha. E them atje mori shumë vrull kjo teatri diasporës. Dhe unë fillova me teatr fillum si me e ceki që këtë pjesën me dhonë një alternativ tjetër për audiencën ndryshe, alternativ entertain, argëtimi. Si tush mi po ajo njerëz dhe morën shumë seriozisht, e pëlqyn shumë edhe deshën shumë edhe fillova të friksohem nga kjo gjë, sepse publikut, domethënë momenti që fillon të japësh një ushqim të caktuar shpirtëror, ata e duan prapë pastaj. Mi po ajo që duan një çik më të mirë se ajo që provon dhe kështu filloi të marrë në udeshte me thënë drejtën një pauzë sepse kisha rreth 5 vjet që mora Super Giro me punën time. Edhe isha bo si shpi pioneri. Shpi edhe pionierit. Edhe mu deshte një moment që të ndaloja, sigurisht ashtu si erdhi jeta, sepse jo gjithmonë është. E kupton ti, se ne themi kështu, po nuk është ashtu, çdo njeri ka atë kryqin e vet në kurriz edhe i duhet ta mbrojë. Dhe ky ishte një moment që të pushoj pak nga i kryqi im. Edhe ferma mu duk gjëja më e mirë, alternativa më e mirë për me ndal kohën. Me ndal kohën, ti të kesh kohë, të fokusohesh, të mendohesh mbi gjërat që do të bësh në të ardhmen. Sigurisht kur dola, ja vlej. Si eksperiencë? Me më thonë 2 herë nuk do ta bëja, nuk do ta bëja më, por ja vlejti sepse më bëri të kuptoj atë që s'do ta kuptoj kurrë në jetë që okay, ne kemi ardhur në jetë pa telefona, kemi ardhur pa lajme. Kemi ardhur pa, pra provova një jetë tjetër me njerëz krejtëri që nuk i njifsha me thonë drejtën fare përveç sigurisht Rikut, emrave që i Big Basta, Elinara, këto u njifshin në të tjerët ishin gjithë new entry për mu. Dhe shkova sigurisht se mendova që do kisha shumë artistë të tjerë të cilit nuk i dija, po me thonë drejtën nuk do me thonë nuk do më kishte ndodhur ndonjëherë në jetë kjo gjëja që ta provojsh të zgjohesh pa telefon, zgjohesh pa lajme, Edhe mësohesh pëse. Ja, ti e ke provu, 40 ditë shkon ajo, mas asaj 40 mpihesh, nuk mësohesh. Mpihesh. E kupton, nuk të bëmë, sepse është e njëjta pamje kur çohesh, e njëjta pamje kur flet, domethënë ti s'ke fare. Është 40 ditë. Miku më i mirë. Po jo nuk të merr marrë, është lopa, është dhia. E kupton, ato ishin shumë më interesant, bon që të kuptoj, e kupton pse i thon dhije egër, pse sillesh si dhi. E kupton se kisha kuptuar ajën kokën time atë. E kupton, ky është Dele, aty e kuptova pse Delia. E kupton ç'a bot Delia. Delia ka një përpara dhe të gjitha shkojnë mrapa. Nuk kanë kështu, e kupton. Domethënë kuptova shumë nga këto fjalët e folklorit, sigurisht cilat nuk i disha se tu qenë çun qyteti natyrisht dhe na kishte rakur. Krijova të marrëdhënien me tokën, me dashurinë për cilën e kupton me natyrën, po, okay. Natyrën. Ja. Natyrën me të gjithë elementet vet. Kjo ishte ajo pjesa në cilën u fokusova më shumë. Me njoft veten në rrethana të jashtëzakonshme, me njerëz të tjerë, me Është format i bukur, ja keni provuar të dy. Është format i bukur që varet si e përdor në fakt. E kupton se unë vetëm gjë që s'desha me e përdor ose s'desha me ashtu ishte që ta shikoja si një grindje midis njerëzve me e kupton ato gjëra që japin konkurrencë idiote dhe klikime. Japin lek ato. Atë nuk e kisha më shumë e përjetova duke jetu. Duke kuptuar çfarë. Ora kush fitoi si përfundim se më men? Big Basta fitoi. Yes. E urojmë Big Basta. Përshëndesim. Dhe e ftoj në premier, se mos harrosh. Da, ta mori me vete.
në datë 10. Era të merr në herë malli që të rikthesh në këto formate që ti ke shkëlqyer në vitet para disa vitesh, si quhen kabaret, apo s'mund të them. Kabaret. Ja. Kabaret. Merr mallin si thua. Patjetër, ajo është ADN-ja. Gjeneza gjithçka. Në kuptimin pëlqen shumë teatri, pëlqen filmi, po duke qenë se ajo është një gjë e cila kënaq më shumë njerëz, se teatri është pak më selektiv në spektator. Është diferencë, është një diferencë, domethënë, me shku me pa teatr ti duhet të vish, duhet të kurosesh, me pa portokalli duhet të zhvishesh. Ajo në Wall Street. Është jo nga divani. Domethënë njerëzit e kanë është edhe kjo gjëja. Po të mungon apo? Natyrisht më mungon një format portokallie, të cilin po përpiqem ta krijoj. Okej. Po mendon për një format autentik të atin? Po. Shumë mirë. Jam duke jo timin të atit që do udhi paret në fund fundit. Të jemi të sinqertë. Po ideja është e jote, patjetër. Duhen dhe lekët, diskutohet. Patjetër. Po, ka një ndryshim këtu të gjithë kanë idera, po s'kan lek. Në Amerikë e kupton të gjithë kanë lek, po s'kan idera. Është e kundërta. Jo, e vlerësojnë më sakt. Po. Domethënë këtu nga që idetë gjehen nëpër klube, nëpër gjëra, se atë që tham pak më përpara. Diskutumi që këtë, po. Ja, kurse atje idetë nuk hudhen kot. E kupton, thotë, kjo ideja po kaq. Kaq normal. Mi po këtu ata që blejnë nuk janë aq të etur për idera si sa kanë idetë veta. Po jo me i gjen falas, si ka. Ç'a ide? Se do ta blej një gjë që ta blej falas. Ç'a ke në ide tjetër? Ja, ta them të shik këtu. Që me via trasha, je duke punu. Po. Me detaje. Me detaje, gjë, kemi filmuar televizor javën tjetër. Kemi filmuar, regjistruar me audio me video. Po. Atë po diskutojmë punë ideve. Po tregoj randet e idetë që kam me Gentin. Edhe po diskutojmë këtë pjesën që ti ulesh edhe është evident ti prezanton projektin dhe i thua kam këtë thotë ua sa e bukur. Ku e ke gjetë më do bëhet kjo. Shof mas janë 2 muaj është do bëhet. Po gabim dhe kanë bot tjerë. Po prapë pikërisht. Do bëhet, po ti s'ke lidhur. Përshëndesim të gjithë hajdutët e pronësive intelektuale. Ran do kthehesh mbas premierës filmit, do kthehesh në Amerikë, si ke planet e afërta të ardhmës? Planet e mia janë bota në këto kohë që jetojmë është zvogluar shumë, edhe për ne shqiptarët. Dhe un kam fatin që jam edhe amerikan, edhe shqiptar, kështu që kudo që t'jemi, un jam vetëm 7 orë larg. Po. E kjo është vërtet. Gjë mirë. 7 orë larg jam. Me shku në Athinë, dikush me autobus, i do një 8 orë, sa do. Milano. Që që ti je i aftë të bësh projektet edhe në Amerikën e Shqipërinë në të njëjtën kohë. Po, patjetër, do doja shumë që të arrija të realizoja projekt, sigurisht ura lidhse midis diasporës dhe Shqipërisë, sepse në diasporë është një energji e jashtëzakonshme, janë shqiptarë shumë të mirë, janë edhe tetur, të cilët e duan, e kupton zhvillimin, e duan, e kupton, por nuk duan padrejtësinë, nuk duan gënjeshtrën, nuk duan atë gjë që ndodh sigurisht. Natyrisht kanë një vakum të jashtëzakonshëm për sa i takon mediave këtu që janë të papërfaqësuar. Domethënë nuk i intereson të shohim se s'ka një gjë të vetën. Nuk i përfaqëson kush, po. Po, nuk i përfaqëson, e kupton? Shumë drejt. Thjesht Shqipëria bën atë që i lën shqiptarët që energjinë, potencialin e vet ta hedhin për shtete tjera. Prandaj është që nga lashtësia që shqiptarët gjithë jetën kanë luftuar për vende të tjera, s'kan bërë gjë për Shqipërinë. Pse? Se s'kan qenë në vendin e vet, se kanë gjetë vendin. Sa kemi pas kujtu kur ikëm në Amerikë për shembull, një nga gjonat, ha? A vetëm që kujtojsh gjithmonë ishte ato mbrëmjet e bukura që bëheshin ke Sheratoni, ku dikshe ti që kanë qenë fantastike. Gjithmonë me 16 tetor kanë qenë bëha. Ja, ditëlindja tanë kanë qenë festën e topit. Ishin të mira sepse kishte i fazë përgatitore që e kishim gjithë, domethënë. Normalisht ne
Net muzikës, Anos Muzikës, grupi muzikor, bonim një javë ose 2 javë prova. Ashtu, ha? Po. Po të qenë serioze? Tani ishte gjithmonë prezent, me shishe verë, gjithmonë, bashkë me Keliotin, aty në prova, prova. Shumë ka qenë, vërtet ato kanë qenë, janë, domethënë i kujton njët nuk ndodhin ajo lloj atmosfere. Ajo lloj atmosfere, atmosfera që ka krijohet. të bëjë shumë Fryma grupit. Fryma grupit pra. Jo vetëm fryma grupit, atë grupe kishte bëj. Kishte zgjedh vet. Ai vetë gishtin e ditë, e kupton, po plus të gjithë ishin përkushtuar, se kur ishte, e kupton, ai ishte një mbret, po themi, që e shpërndante gjithë fuqinë e vet ke neve, gjithë na dukej vetja të fuqishëm, po ajo që na mësoi ai, domethënë që është vështirë ta bësh me shqiptarët sot, disiplina në punë. Domethënë maj merren edhe masike sa ti kur hyshim ke salla mbledhjes që kishim se Po, edhe. vetëm sa hyshim punë me ke dera ke ekspozita ke ekspozita. E kupton, ishte foto aty, duket sikur ishte ai aty. E kupton, dhe Po për fotoja njerëz sa hyn. dhe fotoja e tij të krijonte me herë të kalonte në një gjendje tjetër. E kupton, ti kalosh serioz dhe ishe në punë. Po. Dhe kur shëdum, kur nuk domethënë pastaj erdhi ajo gjëja se Imagjino të shkosh zogjtiktin shtektojnë edhe Gjithë cili bëhet me mas rrugën ne e ka vet. më fotografi. Ka fotografi, ka gjithmonë, Po mendoj nuk është e njëjta se ai zgjodhi tren. Ai zgjodhi e Ishte kuptoni. inovativ gjithmonë, ka qenë avantgard. Jo, ai nuk luajti me kartat e karrierave të njerëzve. E kupton? Ai e krijoi atë gjë nga zero dhe ke ato mbrëmjet e bukura, ke ato netët e famshme, domethënë që të mash men, e kupton, gjithë ishte a do vi Genti për shanse, e kupton. Po. Ja, ishte me zëri prisnin për zotin, ishte Por festë. pos gjithë artistëve tjerë që ai krijoi, se në një farë mënyre, si tush, atë duket prisha menojsha një herë, kam pas një diskutim kështu, thosha ai sikur erdhi një jetë me na kriju ne, e kupton, me i dhon dritë aty në ëndrave tona, po që e kupton, ëndra nuk vazhdon kurrë, është si ajo, e kupton, se ëndrat s'dua të jem ëndër, se ëndrat zgjasin pak. Tani gitarën e akordova. Rando, dhe kënojmë bashk i kom që të kam thonë që më pëlqen shumë. Merë dhe penzën se i fiksim. Dhe me thënë, do e këndosh ti dhe ne do të vim nga mrapa aty se Një më të butë. i s'kena për si pritë se duhet se në rrugë. Ja, pikare nisë. Ja, urdhra, këtë e ke fix për këtë punë. Ja kam bo dhurat. Në vërtet? Mirë si përveç asaj do të bëhet këtë, kjo nuk është për të rënë sa gitare, po me që është kështu si e veçantë. Kam edhe ti me në shtëpi, kam një tjetër, po okej, faleminderit. Ja, kaq gëzoni. 6.000 lekë vjetra. Jo, ti ishte Albano, do thoshte 6 miliardë e 422 lekë. Më vjen shumë mirë që të pëlqen kjo këngë, plako, se këtë e kam bërë me Pëlqen të dyve. e kam bërë të fshehur, e kam bërë më ferm. Ka dhe një vi melodike interesante, por edhe tekstin e ka shumë bukur. Edhe do doja shumë që pse jo ta shifshim në një videoklip, në Një orkestrim të mirë. Ta regjistrohem, ta regjistrohem në kushte studio edhe ta nxirë. Po patjetër ne e bëjmë, unë kam Kështu që e kam përveç bërë. pjesës që do e kënosh live ke recitali jot. Po patjetër, atë për ne duhet ta qes live tek modern. Po Ata masha shumë si No Leaf Cloveri i Metallica. Që e ka vetë versionin live. S'ka kështu. ja, nuk e di, nuk jam i asaj pjesës si tush që të kem kështu gjëra, po gjërat e mia i kam, muzikën time e kam përdor më shumë në shfaqjet e mia, në filmat e mi, në gjërat e mia, se më duket sikur e kupton, çdo gjë ka një privatësi. Por ti duke qenë guximtar, merr guximin, shkosh bësh film mes Amerikës, të mbledhësh artistët ku janë e ku s'janë. Mas u step ke kënga tani. Jo, e di pse stepem, sepse gjithmonë njohjet, miqësit, inspirimi ka qenë me ajkën e artistave. E kupton, dhe ajo është çik
domethënë ti kur e shef që ku do e sheri, kush do e ngjoj. Çdo moment një artist kur krijon diçka, gjëja e parë që instiktivisht e kupton për kë po e bëj. Kush do e dëgjoj. Na mendon e dyve si fillim. Ke një person familje, më duket që është çik si Po. drejt për drejt, të vën shina. Po, kam. Irisi, Leonardi, po shu vllajim, po dhe Irisi është ai personi që gjithmonë domethënë ka qenë oponenca, se me thon drejtën mendoj që gjëja e mirë nuk bëhet dot pa oponencë. Po, patjetër. Edhe sot po bëre oponencë, e kupton, sot bëhet oponencë o për ego, por nuk bëhet për të mirën e punës. Domethënë ne kemi pas këtë, domethënë dhe një nga fryma që ka qenë disiplina në punë ka qenë pikërisht oponenca që i kemi pas bërë njëri tjetrit. Oponenca shërbesme. Përveç bashkëveprimit, shërben që të muzika fillon sigurisht atje ku mbaron argumenti, atëherë kënga është e kryme. Sepse do themi pse e bën këtë, pse e thu këtë. E kur marrojmë pset, aty s'ka, aty ngel. Aty plas kitara. Me qëra fjala, kjo kënga i dedikohet dikujt, çka ke menu kur e ke kriju? Këngën e kam bërë nga pamundësia për me qenë prezent në ditëlindjen e një njeriu shumë të dashur, timin. Okej. Shumë të thënë që s'ma besoj kur. Okej. E këndoj. Sa do të doja isha me ty këtë natë e të dhuroja ti tronda filat që s'ti dhash e të uroja ato që i rritin dezim bashk ja që s'ja dola ai po shpërisun me kitar isha sot do vija sot isha lot s'do dilja kur e s'do të di sa më mungon e pse çdo ditë të dua më shumë isha sot do vija sot isha lot s'do dilja kur e s'do të di sa më mungon e pse çdo ditë të dua më shumë a do të doje ishe me mua këtë mëngjes e të mos qoje unë të hap sytë e të buzëqesh e të më thoje ja të kalojmë bashkë këtë jetë e të shikoja të miksim puthet në jastek të isha zog do vija sot të isha lot s'do dilja kur që s'do të di sa më mungon dhe pse çdo ditë të dua më shumë të isha zog do vija sot të isha lot s'do dilja kur që s'do të di sa më mungon dhe pse çdo ditë të dua më shumë a do të doje ishe me mua këtë natë e të më thoje gjitha ato gjëra që si tham ja që ja dole të jemi sonde të dy bashk e të mos flasim
të rrotullohemi në shtrat. Të isha sot, do vija sot. Të isha lot, s'do dilja kur. Një sot e di sa më mungon, e pse çdo ditë të dua më shumë. Ranzoi. Si di e kënova mirë apo jo? E ke kënu shumë mirë. Fiksuse. Mos kërko oponent këtu. Nuk kemi çfarë themi. E ke qa, emocionalisht ishte shumë lart. Faleminderit që na bën edhe këtë dhuratë. Faleminderit. Dhe është sera parë që harrova. Mos i dorzoj dhuratat ka shkollë. Po e fus këtu. Rancoli, shumë faleminderit. Suksese për premierën. Faleminderit juve dhe komplimenta sigurisht që e harxhoni kohën tuaj me përcjell gjëra të bukura dhe vlera. Edhe uroj që mos ta humbisni këtë stil, mos ta. Ja. Sa kupton se vjen sezoni nuk ka kaq shumë. Sezoni i tretë. Po mund të ftoni, pse jo, edhe në shkencëtar, patjetër, kemi menduar. Inxhinier të mirë, edhe në sepse po. E kupton, gjithmonë ka kjo po themi se është bërë gjini tash zhanri podcastit, e kupton, është përhap shumë. Po. Po varet ç'a themi, ja. Shumë e drejtë. Se populli jon të pret si e vesh, po të përcjell me ç'a thu. Shumë e drejtë. Kështu që ne bëjmë maksimumin që të jemi sa më të vërtet kjo që bëjmë, kështu që shpresojmë që të sigur jemi edhe nart. Jo, absolutisht. Është vështirë të arrish atë që gjën e mirë sot në këtë kohë kur ke një konkurrencë të paparë me budalliqe. Po, shumë e drejtë. Faleminderit. Eranz. Ne do shihemi të honën. Ftojmë dhe njerëzit që të vinë premierën e filmit të Erandit. Data 10 dhe 11 nëntor është premiera në Cineplex në Tek. Orën 6. Do shihemi gjithë bashkë, edhe ju që na ndiqni, edhe ne që jemi këtu para jush, takohemi atje. Sukses Erand. Faleminderit edhe një herë. Natën. Natën njerëz bukur.